Jam musliman, kështu e titullon Ben Blushi romanin e tij të ri provokues. Shkrimtari dhe publicisti i njohur shqiptar Ben Blushi, i cili njihet për qëndrimet e tij ateiste dhe shpesh provokuese ndaj çështjeve fetare dhe shoqërore, ka botuar romanin e tij të shumë përfolur Jam musliman, që në momentin e publikimit romani ngjalli reagime të shumta dhe polemika të gjëra në opinionin publik, sidomos për shkak të titullit të tij të drejtë për drejtë dhe sfidues. Në këtë vepër, Blushi trajton historinë e një shkrimtari që pas një sër përvojash jetësore dhe shpirtërore vendosi të udhtojë në Mekë. Pas kësaj vizite, ai merr një vendim të papritur për t'u bërë musliman dhe këtë e shpalli publikisht në rrjetet sociale me një status të thjeshtë, Jam musliman. Kjo ngjarje bëhet pika qendrore e romanit dhe reflektimeve të autorit mbi identitetin, besimin dhe shoqërinë moderne shqiptare. Në një deklaratë për mediat, Ben Blushi ka sqaruar se libri nuk është kundër muslimanëve, përkundrazi, ai u kushtohet muslimanëve shqiptar, të cilët sipas tij janë muslimanët më liberal të botës. Përmes këtij romani, autori synon të nxjisë reflektimin mbi mënyrën se si feja, kultura dhe tradita ndërthuren me shoqërinë shqiptare bashkëkohore, pa gjykime apo paragjykime. Megjithse Blushi e ka pranuar publikisht se është ateist, ai ka theksuar se kjo nuk e pengon të trajtojë tema fetare në veprat e tij letrare. Unë jam ateist, por nuk ka asnjë fjalë që një shkrimtar nuk mund ta thotë me gojën e personazheve të vet. Kjo frazë përmbledh mënyrën se si Blushi e sheh letërsinë, si një hapësirë të lirë ku autori mund të shprehë çdo mendim, ndjenjë apo bindje, qoftë edhe përmes një këndvështrimi që nuk është i vet autorit. Blushi e përdor këtë histori për të hapur debat mbi tolerancën, lirinë individuale dhe hipokrizinë sociale, duke mbetur besnik ndaj stilit të tij provokues dhe kritik.